Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Kështu. I nderuar zëvendës kryeministër, Zotëri Arben Fetaj, i nderuar kryetari Alternativës, Zotëri Zeqiria Ibrahimi, i nderuar shefi shtabit zgjedhor, Zotëri Adnan Azizi, i nderuar Rufat miku jon, i nderuar Afrim, të nderuar deputet, funksionar, ministra dhe miq që keni ardhur sonte në Dibër. Të dashur të pranishëm, më lejoni t'ju falenderoj për pjesëmarrjen masovike në këtë tubim përmbyllës të fushatës tonë fantastike. Fillimisht ju falenderoj liderëve të koalicionit Vlen, të cilët keni përcjell një frymë shumë të mirë bashkëpunimi dhe një energji në të gjithë qytetet. Dhe kjo është rezultat i fitores në të gjithë komunat. Faleminderimi i parë dhe më i sinqert i shkon secilit aktivist që në çdo formë ka kontribuar në këtë fushatë fantastike të sinqert, shumë fisnike që kemi bërë këto ditë bashkë. Më keni bërë jashtëzakonisht krenar dhe më keni mbushur me energji pozitive. Ju faleminderit të gjithëve. Këtë fushat e kemi nisur me pozitivitet, pa sharje dhe pa ofendime. Por, do dua të ndalem në disa pika të shkurtra, për të cilat vazhdimisht etiketohemi nga oponentët tonë politikë. Do fillojmë me çështjen e beslidhjes. Të nderuar oponent politik, ju shumë mirë e dini se ne në Dibër se si japim besën dhe si e mbajmë besën, qoftë edhe në momente kritike. Do vazhdojmë me etiketimet si bota serbe, ruse dhe bullgare. Fati joni mirë është se popullata nuk bie pre e këtyre provokimeve dhe është mbushur me këto provokime për 20 vite dhe me këto etiketime. Në kohë kur ju mireni me këto etiketime, ne miremi me projekte konkrete. Ne miremi me lobim dhe proces për të zgjedhur problemet tona më të mëdha për këtë qytet. Ne kemi marrë garancione të forta pikërisht nga kjo Dibër, nga kryeministri dhe të gjithë funksionarët e tjerë për të zgjidhur sa më shpejt çështje si plani gjeneral urbanistik, hapjen e terminalit doganor, hapjen e pikës doganore One Stop Shop në Blat, rikonstruimin e këtij sheshit këtu ku ndodhemi, rikonstruimin e rrjetit të usjellësit dhe shumë projekte të tjera. Përflitet se Vleni nuk ka bërë përfaqësim adekuat ose e ka ulur numrin e përfaqësimit të shqiptarëve në nivel republikan. Unë po jap vetëm një shembull këtu në nivel lokal. Më tregoni në 20 vitet e fundit, vitin më të mirë të cilin e keni pasur ju, kur keni punësuar 60 punësime dhe atë e kemi bërë vetëm brenda një viti. Me këtë trend do vazhdojmë dhe do ta shumë fishojmë këtë numër në 4 vitet e mandatit tonë. Na etiketojnë se i kemi shitur institucionet. Fokusi jonë është në ngritjen e këtyre institucioneve, në kthimin e besueshmërisë të qytetarëve në këto institucione. Ju lutem mos bini pre e këtyre propagandave. Na etiketojnë për dallime zonore. Është person nga ky fshat, nga kjo lagje, apo nga kjo përfaqësi etnike.
ne nuk I dallojmë Dibranët tonë me këto ndarje. Ne I dallojmë Dibranët me ndershmëri, me shkollim dhe me përfaqësim adekuat të gjithë stresave, pa marrë parasysh ose pa bërë asnjë dallim. Po dalë këtu para jush me ballin lartë dhe me zemrën plot, me besimin e Zot dhe bindjen e plot se Dibrës tonë të dashur do ja kthejmë shkëlqimin dhe namin që ky qytet e meriton. Si që kemi thënë, gjatë çdo dite në fushatën tonë, gjatë çdo takimi që kemi pasur me qytetar apo grupe interesi, po ju them edhe sonte me sinqeritetin dhe zemër të hapur se angazhimi jon për një Dibër më të mirë do jetë maksimal dhe I pakufizuar. Do të japim çdo gjë nga vetja jon që bashkë me ekipin tim Dibrën ta bëjmë një qytet më të pastër, më të qashëm, më transparent, më të dashur dhe më të bukur për të gjithë. Si ekip kemi analizuar çdo detaj të qytetit, duke kaluar në çdo rrugë e rrugic, duke takuar njerëz dhe duke dëgjuar hallet dhe brengat e tyre, duke parë nga afër problemet dhe sfidat me të cilat ato ballafaqohen në bazë ditore dhe në bazë të këtij procesi dëgjimor dhe analitik, kemi përpuluar programin ton më energjetik, më të realizueshëm dhe më premtues për qytetin ton të zemrës. Programi jon është I bazuar në 7 shtyllat kryesore. Përzgjedhja e pikës së parë është shërbimet publike, pasi kjo shtyllë synon përmirësimin e cilësisë së jetesës në qytet përmes një menaxhimi efikas dhe të qëndrueshëm të nevojave themelore të qytetarëve. Ku përfshihen ujin e pishëm pa ndërprerje, pastërtinë dhe mirëmbajtjen e mjedisit, ndriçimin publik modern dhe efikas, menaxhimin e deponisë, rregullimin e parkingjeve, krijimin dhe gjelbërimin e parqeve publike, përmirësimin e shërbimeve shëndetësore. Këto masa kanë për qëllim të sigurojnë një qytet më të pastër, më të ndriçuar dhe më të rregullt për të gjithë banorët e qytetit. Do vazhdojmë me pikën tjetër. Pika e dytë është arsimi cilësor dhe mbështetje për rininë, që do të jetë shtylla e dytë. Për zhvillimin e një shoqërie të fortë dhe të dijes, synojmë të sigurojmë kushte të barabarta dhe cilësore për të gjithë nxënësit, duke I kthyer shkollat në hapësira të dijes, inovacionit dhe mundësive. Do të ofrohet mbështetje financiare për nxënësit e talentuar dhe të dalluar, për të motivuar dhe inkurajuar arritjet e tyre në mënyrë transparente. Do të ruhet funksionaliteti të gjithë shkollave dhe do të parandalohet mbylljet e mundshme eventuale. Kushtet bazike, furnizimi me materialet e nevojshme dhe ngrohja gjatë stinës së dimrit do të ketë fokus të veçantë. Do të japim mbështetje për aktivitetet jashtëmësimore. Sa I përket rinisë, do të ndërtojmë qendrën rinore inovative, ku do të mbështesim të gjithë iniciativat rinore, qoftë për startupe, shoqata jo qeveritare apo shërbime të ndryshme. Vazhdojmë me urbanizmin dhe planifikimin urban. Pas shumë vitesh do të kemi planin gjeneral urbanistik të ri, ku kemi marrë garancione nga pushteti qendror që këtë proces ta kompletojmë brenda 2 viteve dhe deri tani kemi pritur mbi 20 vite. Brenda vitit 2025 kemi arritur në pushtetin qendror të kemi mbështetjen e mbi 20 projekteve urbanistike me një buxhet total afër 3 milionë eurosh, të cilat janë aprovuar nga qeveria dhe ku do të ketë ndryshim drastik të pamjes të qytetit në një qytet modern me rrugë të asfaltuara me standarde të larta dhe prioritet do të kenë lagjet të cilat nuk janë prekur për 20 vite nga qeverisja e pushtetit lokal. Do të bëjmë rikonstruimin e të gjithë rrugëve dhe rrugicave në Dibër dhe në fshatrat për mandatin 4 vjeçar. Do të hapim rrugë dhe bulevarde të reja sipas
prioriteteve. Do të përfundojnë faza e dytë e projektit të vaditjes në vlerë afër 7 milion euro me mbështetje të pushtetit qendror. Do ndërtojmë central fotovoltaik për energji të qëndrueshme për nevojat e ndriçimit publik të qytetit të Dibrës dhe të rrethit. Sheshi Skënderbej, këtu ku jemi, do bëhet përmirësimi dhe modernizimi i hapësirave publike. Zgjerimi i rrugës drejt pikës kufitare, ku komuna do të ofrojë mbështetje aktive në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit. Gjithashtu është e paraparë projekti teknik për parking për të përmirësuar qarkullimin dhe lehtësuar jetën e qytetarëve. Ndërtimi i stacionit të klorimit në përfshatra, ku do të sigurojmë për të gjithë fshatrat ujë të kontrolluar dhe të sigurt për të gjithë. Një pikë shumë e rëndësishme është edhe furnizimi me ujë, ku do të hartojmë mapimin e rrjetit të ujësjellësit, duke krijuar bazën për investime të qëndrueshme dhe furnizime pa ndërprerje. Kjo do të jetë hapi i parë dhe fillestar për të cilën do ketë nevojë për hapa shtesë, qoftë për investime në rezervuar apo për çështje të tjera teknike për të cilët do zgjidhet një herë e përgjithmonë problemi me ujin e pishëm. Qendër për menaxhimin me qendë dacak, e cila do të mundësohet nga një investitor privat. Do vazhdojmë në pikën e tretë, e cila është ekonomia dhe turizmi. Është fakt se këto janë shtyllat kryesore, por është edhe fakt tjetër se për këto pika nuk është bërë asgjë nga pushtetet e kaluara. Dhe plani jon është të fillojmë nga pika 0, e cila është të krijojmë një strategji afatgjate në biznes dhe në turizëm, nga ku do të nisim edhe me hapat e ardhshme dhe në mandatin ton do të kemi shumë hapa konkrete në këtë drejtim. Do të hapim infoqendrën turistike. Pika e 5, vazhdojmë me sportin dhe kulturën, ku do të transformojmë qendrat sportive në qendër multifunksionale në qytet dhe në fshatra. Do asistojmë në zgjedhjen e çështjes të pronësisë të stadiumit të qytetit, që është një çelës e cila është çelësi për thithjen e investimeve potenciale. Do të realizojmë projektin e pishinës së mbyllur, të cilën shumë qytete në Maqedoni e kanë, por fatkeqësisht Dibra as nuk ka aplikuar për këtë projekt e jo ma për të realizuar. Do të realizojmë projektin e sallës për sporte marciale dhe gjithashtu një lajm shumë i mirë është se do të institucionalizojmë festivalin e teatrit në Dibër. Shtylla e 6 është politika sociale, ku zotohemi se do të jemi gjithmonë pranë njerëzve dhe familjeve, duke u garantuar mbështetje dhe qasje të barabartë për të gjithë. Do të subvencionojmë programe të ndryshme sociale dhe do të hapim me ndihmën e donatorëve privat qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara. Dhe pika e fundit dhe jo pak e rëndësishme është komunë me dyrë të hapura dhe administratë digjitale. Një komunë funksionale dhe transparente, ku qytetari do të ketë qasje të lehtë në çdo shërbim online dhe pa bariera. Çdo vendim, tender apo buxhet do të jetë publik dhe transparent. Komuna do të jetë derë e hapur për çdo qytetar. Do aplikojmë inovacione të ndryshme për administratën komunale. Të nderuar të pranishëm, kjo që u prezantua nga unë si kandidat për kryetar të qytetit tonë e punuar me shumë përkushtim dhe dashuri nga grupi jon i ekspertëve të fushës, është vetëm fillimi i një transformimi rrënjësor të qytetit tonë. Ne do të investojmë të gjithë kapacitetet tona intelektuale dhe personale që në bashkëpunim me pushtetin qendror
nga të cilët kemi marrë garanci konkrete që qyteti jonë do të ketë një kujdes të shtuar, Dibrën ta bëjmë një qytet model dhe bashkëkohor. Mbështetja juaj sonte dhe kapitalizimi i kësaj mbështetje të madhe në ditët e zgjedhjeve do të na jep fuqi dhe siguri për përmbylljen e këtij procesi me dinjitet dhe sukses. Në emrin tim personal, në emër të këshilltarëve të listës nga Vlen, ju ftoj që të rrethoni numri 7 ditën e diell, që të gjithë bashk, siç jemi këtu, të festojmë fitoren tonë të përbashkët. Ju faleminderit nga zemra. Zoti e bekov Dibrën, Zoti e bekov Dibranët tanë mban botës. Ju faleminderit. Që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim.